ka pretendime, sepse diferenca nuk është e madhe. Unë thash në fillim, cile është matematika e thjeshtë. 2 ndeshje si vendas që i lun Drenica duhet të fitoj. Është Besa dhe Istoko. Duhet të fitoj. Dhe ndeshjen e tretë që duhet të fitoj është ose me Rilindjen ose me Rahovecin. Edhe njënën bazë. Edhe njënën me zhvillu minimalisht bazë. Edhe kjo përfundon çdo gjë. Matematikisht. Dhe në qoftë se ju bëni një krahasim në cilësi, këto nuk është që nuk arrihet. Kjo mund të arrihet dhe në qoftë se mendojmë që do të jetë lehtë, sigurisht që nuk është lehtë, do të jetë shumë vështirë dhe mobilizimi nuk ka me mungu dhe mu për këtë arsye ma tepër jemi të fokusuar në kampionat se sa. E do të thotë jeni të dorëzuar në Kupën e Llopit? Ja, nuk dorëzohemi në asnjë ndeshje, dorëzim nuk ka. Nuk ka, por duhet me qenë real. Blendi tha në fillim, është 2 gola Superliga, një kategori Llopi vjen në formën maksimale, do kuptojnë. Por nuk dorëzohemi, na do të japim maksimumin që këtë rezultat të neutralizojmë, nuk diskutohet. Por u ka rikthehet apo prof? U ka rikthehet.